Austria ka ndaluar shaminë e kokës për fëmijët nën 14 vjeç. Vajzat muslimane në Austri në moshën 14 vjeç pra nuk do të lejohen të mbajnë shami në shkolla. Vendimi është miratuar dje në Parlamentin e Austrisë me votat e shumicës parlamentare konservatore në pushtet. Ministre e Familjes dhe Integrimit Claudia Plakholm foli në parlament për një hap historik, siç tha ajo, drejt mbrojtjes së vajzave. Ajo tha se shamia nuk është vetëm një copë pëlhure e padëmshme, por është, siç tha ajo, simbol i shtypjes së vajzave. Ndalimi vlen për shaminë e kokës, e cila mbulon kokën sipas traditave islame, të paktën kështu thuhet në tekstin ligjor. Ligji do të hyjë në fuqi në fillim të vitit shkollor 2026-2027 e më parë do të ketë një fazë ndërgjegjësimi që synohet të përgatis pra shkollat, por edhe vajzat e reja me rregullat e reja si dhe prindërit e tyre. Kjo fazë ndërgjegjësimit do të fillojë në shkurt të vitit 2026. Nëse dikush nuk i respekton këtë rregulla, së pari administrata e shkollës duhet të mbajë një takim me vajzën në fjalë si dhe me prindërit e saj. Nëse fëmia vazhdon të mbajë shami në kokë, prindërit duhet të flasin prap me autoritetet përgjegjëse të shkollës. Ndërsa, si mjeti i fundit, vajzat dhe prindërit kërcënohen me gjoba midis 150 deri në 800 euro. Një vendim i gjashëm, miq të dashur, për ndalimin e shamisë është marrë në vitin 2019, por ai është rrëzuar nga gjykata kushtetuese asë kohe. Të gjelbrit kanë paralajmëruar tani se mund të ketë probleme me gjykatën kushtetuese por qeveria dhe partitë në pushtet mendojnë se ligji aktual është në përputhje me kushtetutën dhe për këtë kanë shpjegimet e tyre. Para 6 vitesh, gjykata kushtetuese ka kritikuar vendimin dhe e ka shpallur antikushtetues me fjalët se ai ndalonte vetëm mbulesat për vajzat muslimane, por jo edhe mbulesat e tjera fetare të kokës. Qeveria aktuale tani argumenton se qëllimi është të parandaloj shtypjen mbi baza gjinore që sipas saj nuk ekziston me mbulesat hebraike ose me mbulesat e feve të tjera. Sidoqoftë, Bashkia Fetare Islame në Austri e ka kritikuar ashpër këtë vendim. Ajo ka paralajmëruar se do të kërkojë prap rishekimin në gjykatën kushtetuese, por mbetet të shihet natyrisht nëse vërtet do të ketë sukses kësaj radhe. Sidoqoftë, ne do ta ndjekim me shumë vëmendje edhe këtë proces, sepse ndalimi i mbulesave fetare islame është futur edhe në disa vende të tjera. Në Gjermani ka pasur edhe raste kur është ndaluar madje që një grua me shami të punoj në autoritetet juridike. Në Zvicër ka dënime të mëdha për mbulesat komplete të trupit dhe fytyrës. Në Francë dhe në disa vende të tjera ka po ashtu përpjekje për ndalime e tjera, por në këtë rast bëhet fjalë pra për shamit e kokës për fëmijë në Austri. Po ja, miq të dashur, çfarë mendoni? Duhet të ndalohet shamia e kokës dhe si është gjendja atje ku jetoni ju? Nëse doni, më shkruani këtu në video, por kuptohet pa kurfar ofendimi dhe pa përhapje të urrëties pavarësisht përkatësisë fetare e nacionale. Ju e dini, këto janë rregullat në kanalet e mia dhe ju falenderoj shumë që në të shumtën e radhës i respektoni. Faleminderit dhe mirupafshim.